Para më no, në akhirat, kur dalin njerëzit, kanë me boni muhabet. Kanë me boni muhabet. Allahu kam ju thonë, kam ju aboni pyetja, ata pastaj kam me diskutu. Kem labithtum fil ardi adada sinin. Thot Allahu xhelalu ala. Ju thot njerëzve, sa ja u marr menja që keni jetuar në këtë dunjë pi viteve. Ha, sa keni jetuar në këtë dunjë? Nuk ju shkon menja të vitet hiç. Ha? Njëri thot, ka ve vakt, i ri jeti. Hajt ku dësh pëzica që ki mu fal. I ri, thot. I ri, asa njerëzit ri desin. Allahu në akhirat kam i vet njerëzit. Sa keni jetuar në dunjë? Zakonisht duhet me të shku menja, si cëlli, 60, 70, 100. Para më në populli Nuhit, 1000 e dishka vetë kanë jetuar. As njani nuk i shkon menja me përmen vite. Qka përmenin? Mdukët një 10 dit këna nejtë. 10 dit. Njani thot, mdukët një dit e një natë. Qetri thot, jo, shumë, një gjimës dite, një sabah. Njani thot, se di. Nuk e di, sa këna nejtë. Ketë që të përgjigje, që kanë mi bo në akhirat, pse? Qasë shpejt u kom. Qysh me kuptu për këtë dunja këta? Vite që i ke kaluar. Vite që i ke kaluar. Ku i kje? E pytën Imam Ahmedin, rahimahullah. I thanë, o hoq, kur u bo plak, hajtë me përshku i rinien. Kur i e i ri. Qysh e shë rinien? Dhe e keni pa dishka kur e ki ndorë? Për një harbje, që shtë mëra rinien. Vete një plak. Abo, në plak të meqëm. E njëri ka zonë ku punua që komunizm. Jo, ka zonë dishka të marë mësimon e pitije. Abo, qysh do këti kjo dunja? E shpejt. Shumë e shpejt, së në kapti ata. E shiko, ka arën transmitim që ka përmenim nuk e thiri, se e kanë pyt Nuhin a.s. I ka thonë këtë dunja, që shë sheti? Ka thonë një shpi me 2 dyrë, hitë njëna dhe të tjetra. Njëni thotë, a s'ka vakt, tu pak mrejna më knash, s'ka vakt. Allahu edhe knatësit halal që i ka bo ndihmë për adhurim. Allahu ta ka mundësu më martu. Ajo qefi kështu, në paket vjen, ama ajt ka bo ibadet me vome ta. Allahu të ka mundësu më martu, jo për knatësin e të martesës. Ata ta jep kështu paketot, këta e ki gratis. E pse? Që ti ta adhurojsh Zotin, mës të kish nevoj mi kolot si në për haram. A e kuptove? Ajt ta jep halalin ti për shfar. Shemull, ti e ki munësh me pasë rezervë në shpi buk, po ti si hakejt ato, i haka ta ka dalë. Pse? Ska vonë Allahu gjilala men. Apo? Andaj shiko, kohës gjatja e shkurt e kësaj bote një mon ti me va adhurim Allahu Gjellë Gjellalu. Para me ndot ti me ditë si nesër kime ndrujet. Qështë adhurën Allahu Gjellë Gjellalu? Si i ban i badet Allahu Gjellalu? Nesër me lacët vind me ta mor shpirtin. Qajo nesër Abdullah ibn Mesudi kër e kanë pyt për nesërën e mas nesërën e ata shka vjen largë, qëfar ka thonë? Ha, ka thonë ma hua atin at. Ajo që ka me ardhë, njëri thot, inshallah larg. Po ajo larg, ngat, para me no, ta supozojnë ashtu. Njëri ka dhe 60 vjet i imur. Që këtë ndjenë, që ka ti e ki, sikur të kishe vdek nesër, një dit para, mas 60 vjetë, një dit para se me tarë dhe gjeli, njësoj kime vot njënë. Kime munu, a banë dhe pak më ashtije? Shikoni shemull, njëri thot, po na, kam i prish kejt, jo. Kjo normale, vishët me menagjue. Ademin a.s. kër e kryoj Allahu Gjellë Gjellaluhu, ja prezentoj bite vetë. E nga mberë, djemë, e kështë mëra. Dhe e pa një djallë, mesin e djemëve. Kanë e pa Davudin a.s. Dhe o zëtë, kusha që kipi djemëve të mi? A kjo Davudi, këna me pa për nga mberë, ma vonë, këtë i vene vakti. Tha, o zëtë, shumë i mirë kana. Në pëllë qëjti. Tha, a mujën e me lidh një raport me këta? Apo ja jep do vjetë. Tha, po, pi mu jep ja 14. Sa e ka imrin, sa e ke caktu mirë, jep ja dhe pi mu 14. A mundë njënë e bineve me pas që ta? Mirë pa ademi o njëri par. Apo dhe o konë me ilm të madhë, që e ka full drejt për dhejtë Allahu Gjelluar. Tha jep ja pi mu 14. Në regull. Shiko imri kur zgatët edhe i ka ardhe gjeli. Kur ka ardhe me la që jam i amor, shpirtin Ademit a.s. që i ka thonë me la që mos ka ardhe herët. Dhe 14 mori kam. Tha, po t'ja ke arru si ja ke thonë gjallit ta? Jo, dhe ja nisi mu rok me melaqe. Jo, i kam, jo si kam. Tha për janë sam, i ka mohu Ademi, i mohon edhe piri Ademit. Po baba, darda, nërdarda, e thejnë anë. Po, Ademi që ka dasht? Ajo që i ka mohu melaqen. Po hozot, edhe pak e pata me nej. E shiko njeri, sa zdo medal për kësaj dunjaje. A më na kena medal.